A keni menduar ndonjëherë çfarë fshihet në varkën tuaj kur bregu mbetet larg pas jush? Ekzistojnë vende në tokë që sfidojnë rregullat e zakonshme. Ato quhen pafund sepse çdo përpjekje për të gjetur tokë të fortë atje ka dështuar për shekuj me radhë. Në një sipërfaqe që duket e qetë dhe mashtruese, shpesh zbresin boshte vertikale dhe zgavra gjigande që shkojnë qindra metra në thellësi të tokës. Ky përshkrim fokusohet vetëm në fakte të verifikuara mbi mënyrën se si funksionojnë këto anomali natyrore. Edhe robotët modern ende nuk janë në gjendje të gjejnë tokë të fortë në disa nga këto ujëra. Kjo është një video për vende ku realiteti është shumë më i thellë se sa imagjinata. Në Kabardino-Balkari ekziston një vend që i huton edhe studiuesit me përvojë. Ai quhet liçeni Tseri Kel dhe pamja e tij duket pothuajse jo reale. Uji ka një ngjyrë të përkryer bruz që nuk ndryshon as në shi dhe as në borë. Liçeni ruan një temperaturë konstante, rreth 9 gradë Celsius, edhe kur lumejnë përreth ngrin plotësisht. Karakteristika më e pazakontë nuk është as ngjyra dhe as temperatura. Nga liçeni rrjedh një lumë që transporton rreth 70 milion litra ujë çdo ditë. Megjithatë, në të nuk derdhet asnjë lumë, porosk apo burim. Liçeni vazhdon të lëshojë ujë, ndërsa niveli i tij mbetet i pandryshuar. Kjo krijon përshtypjen e një burimi të padukshëm dhe të pafund që fshihet thellë poshtë. Për shumë vite, besoi se thellësia e liçenit ishte rreth 250 metra, e krahasueshme me lartësinë e një rokaqielli të madh. Megjithatë, kur studiuesit mbërritën me pajisje të avancuara, këto vlerësime rezultuan shumë të ulta nga realiteti. Robot në New York, të pajisur me drita dhe krah mekanik, u përdorën për të eksploruar thellësitë. Ndërsa pajisjet zbrisnin, operatorët prisnin të arrinin fundin. Në vend të kësaj, robotët vazhduan të zbrisnin, pa gjetur tokë të fortë. Një thellësi prej rreth 260 metrash u zbulua se nuk ishte fare fund të sheshtë. Në vend të tij u hap një shpellë e madhe anësore, që vazhdonte edhe më thellë në brendësi të malit. Kjo tregoi se Tseri Kel nuk është thjesht një liçen i thellë, por hyrje në një sistem të gjerë nëntoksor me tunele dhe dhoma. Kur roboti arriti në rreth 280 metra, u bë qartë se eksplorimi sapo kishte filluar. Në këto thellësi, uji mbetet plotësisht i pastër, por duket i zi, sepse drita nuk gjen sipërfaqe ku të reflektohet. Sa më shumë që vazhdon eksplorimi, aq më e paqartë bëhet se ku përfundon në të vërtetë liçeni. Thellësia e madhe krijon presion ekstrem, duke kërkuar kontroll të saktë dhe pajisje shumë të besueshme për eksplorim të sigurt. Megjithatë, nga sipërfaqja, liçeni duket i qetë dhe pothuajse i palëvizshëm. Vetëm rrjedha vazhdueshme e ujit tregon për fuqinë që fshihet poshtë. Duke qëndruar në breg, thellësia e dukshme formon një kolon vertikale uji, të krahasueshme me vendosjen e 3 monumenteve të mëdha, njëri mbi tjetrin. Përtej asaj që është matur, struktura mbetet e panjohur. Është e mundur që ekzistojnë dhoma të mëdha nëntoksore, mjaftueshëm të mëdha për të përmbajtur qytete të tëra. Liçeni Tseri Kel vazhdon të fshehë strukturën e tij të plotë, duke ruajtur sipërfaqen e tij blu të ndryshme, ndërsa poshtë fshihet një errësirë e thellë dhe e ftohtë. Nëse duket se misteret e vërteta gjenden vetëm në vende të harruara, liçeni pafund në distriktin Solnechgorsk, pranë Moskës, e sfidon këtë ide. Në pamje të parë, ai duket si një liçen i zakonshëm rrethor, i rrethuar nga pyje, me një diametër rreth 160 metra. Ai duket mjaft i vogël për t'u kaluar lehtësisht. Megjithatë, ky liçen dikur hutoi 2 figura të njohura. Shkencëtari Dmitri Mendeleev, i cili jetonte aty pranë, kërkoi të kuptonte përse banorët vendës
e shikoni liçenin me kujdes dhe frikë. Poeti Alexander Blok regjistoi rrëfime që sugjeronin se liçeni mund të ishte i lidhur drejt për drejt me oqeanet e botës. Mendeleev ju qas çështjes në mënyrë shkencore. Ai mori një varg, një litar të gjatë dhe një peshë të rëndë plumbi për të matur thellësinë dhe për të zgjidhur përfundimisht misterin. Ajo që ndodhi më pas ishte e papritur dhe la një përshtypje të fortë tek ai. Mendeleev uli litarin metër pas metri, por pesha vazhdoi të zbriste. Ajo kaloi 5, 10, 20 dhe 30 metra, pas një shenjë se kishte arritur fundin. Në fund, litari prej 100 metrash përfundoi, por ende nuk u ndje asnjë tokë e fortë. Detaj më i pazakont ishte se pesha nuk ndaloi papritur, siç ndodh zakonisht kur përplaset në rër apo gur. Përkundrazi, ajo vazhdoi të zhytej ngadalë dhe pa ndërperje, sikur po lëvizte në një substancë të dendur ose një zbrazdi të pafund. Banorët vendas e shtonin misterin me histori, përmbetje anijesh të gjetura në liçen, përfshirë fragmente me shkrime të huaja. Disa rrëfime pretendonin se një dras nga një anije fundosur, mijëra kilometra larg në Oqeanin Atlantik, kishte dalë në sipërfaqe këtu. Edhe pse këto histori janë shumë të pamundura, ato tregojnë se e vështirë ishte të kuptojë sjellja e liçenit. Në realitet, matja e thellësisë së këtij liçeni në thonjza të pafund me metoda tradicionale rezultoi jashtëzakonisht e vështirë. Shkencëtarët më vonë e shpjeguan fenomenin përmes një efekti fizik të njohur si fund i rem. Në vend që të përfundojë në tokë të fortë, liçeni kalon në shtresa të buta, sedimentesh të pezulluara, të përbëra nga baltë dhe materiale organike të dekompozuara. Me kalimin e dekadave dhe shekujve, këto shtresa grumbullohen dhe bëhen aq të dendura, sa krijojnë përshtypjen e një sipërfaqeje. Një objekt i lehtë mund të qëndrojë mbi këtë shtresë dhe të duket sikur ka arritur fundin, por një peshë më e rëndë mund ta shpojë atë dhe të vazhdojë më poshtë. Kjo krijon një situatë mashtruese, ku një person mund të qëndrojë në ujë të cekët, duke menduar se poshtë ka tokë të fortë, ndërsa në të vërtetë qëndron mbi një shtresë lëvizëse rrënjësh dhe sedimentesh, me thellësi të tjera të ftohta poshtë saj. Studiuesit që u përpoqën të shponin fundin e liçenit, hasën në shtresa të alternuara, sedimentesh të buta dhe ujë, duke krijuar një strukturë komplekse dhe jo një bazë të fortë. Kjo shpjegon pse objektet e hedhura në liçen zhduken në heshtje pas një shenjë përplasje. Legjendat për një lidhje midis liçenit dhe oqeanit ka të ngjarë të kenë lindur nga këto vëzhgime. Kur njerëzit pa një litar prej 100 metrash që zhdukej në një trup ujor relativisht të vogël, kjo çon në shpjegime të mbështetura në imagjinat. Edhe sot, qëndrimi pranë liçenit krijon një ndjenjë pasigurie. Qetësia e ujit dhe heshtja përreth krijon një atmosferë të dendur dhe shqetësuese. Edhe pse shkenca moderne ofron shpjegime, ndjesia e parehatisë mbetet. Në atë që duket si tokë e zakonshme, fshihet një strukturë vertikale e mbushur me materiale të paqëndrueshme, duke bërë idenë e hyrjes në ujë më pak tërheqëse. Ky liçen tregon se si proceset natyrore mund të krijojnë mjedise komplekse dhe mashtruese, pa shenja të dukshme. Koncepti i një liçeni pafund shpesh keq kuptohet. Toka nuk është një masë e fortë dhe uniforme, por përmban shumë zgavra dhe kanale. Disa liçene janë të lidhura me sisteme ujore nëntoksore, përmes hapjeve të ngushta në fundin e tyre. Këto hapje mund të çojnë në lumen nëntoksor, që rrjedhin qindra metra poshtë sipërfaqes, duke lidhur liçene, shpella dhe madje edhe trupa të largët ujë. Në këto sisteme, objektet e hedhura në ujë mund të kapen nga rrymat dhe të transportohen larg nga vendi i tyre fillestar. Ky nuk është një fenomen i mbinatyrshëm, por rezultat i proceseve hidraulike. Uji lëviz natyrshëm poshtë dhe, kur has shkëmbin të butë, krijon gradualisht tunele që mund të shtrihen për kilometra. Efektet më të mëdha
ndodhin kur këto kanale nëntoksore kanë kapacitet të lartë të rrjedhje. Në këto raste, pajisjet matëse mund të tërhiqen në degëzime anësore, në vend që të arrijë një fund vertikal. Vëzhguesi mund të mendojë se po mat thellësinë, ndërsa në të vërtetë litari po tërhiqet horizontalisht në një tunel nëntoksor. Kjo shpjegon pse disa liçene janë konsideruar historikisht pafund. Mjetet e matjes nuk arrinin të gjenin një pikë të qëndrueshme, sepse rrymat i devionin në rrugë të ndërlikuara nëntoksore. Në disa raste, një linjë peshkimi në një liçen mund teorikisht të përfundojë në një sistem tjetër ujor të lidhur, nëse ekzistojnë kanale të tilla. Këto rrjete nëntoksore mund të ruajnë sasi të mëdha ujë të ëmbël, që mbeten kryesisht të panjohura. Niveli i ujit në liçene të tilla mund të ndryshojë shpejt, duke rënë disa metra brenda natës dhe më pas duke u kthyer në normalitet. Kjo tregon ndryshime në presion ose rrjedh brenda sistemit nëntoksor, ndërsa ujri shpërndahet midis rezervuarve të lidhur. Rreziku kryesor në këto vende qëndron në rrymat e forta nënujore, të cilat mund të tërheqin objekte dhe madje edhe zhytës në këto kanale të fshehura. Edhe në ujë të pastër dhe në dukje të qetë mund të ekzistojnë rryma të padukshme që dalin nga nën toka, me një forcë të mjaftueshme për të shtyrë një person anash ose për ta përplasur pas shkëmbinjve. Hartëzimi i këtyre lumenjve nëntoksor është jashtëzakonisht i vështirë. Liçenet shërbejnë vetëm si hyrje të dukshme, ndërsa rrjeti kryesor mbetet i fshehur thellë në shtresat e shkëmbit. Shkencëtarët janë përpjekur të ndjekin këto rrjedha duke hedhur në ujë ngjyra të padëmshme. Rezultatet kanë qenë shpesh befasuese. Në disa raste, ngjyra e hedhur në një liçen është shfaqur pas disa ditësh në burime që ndodhen 10 kilometra larg. Kjo tregon se koncepti i fundit në këto vende është relativ. Ajo që duket si pika me ulët e liçenit mund të jetë vetëm hyrja në një sistem të gjë rrugësh ujore nëntoksore. Nën sipërfaqe, masa të mëdha uji lëvizin vazhdimisht, duke ndryshuar strukturën e planetit nga brenda. Ndërsa dikush mund të qëndrojë i qetë në breg, miliona ton ujë mund të rrjedhin pa u vënë re poshtë. Nëse liçeni Tserikel është i njohur për masat e tij, Humnera Hranike në Republikën Çeke paraqet një rast edhe më ekstrem. Ai duket si një liçen i vogël pyjor në fund të një grope gëlqerore, por në fakt është shpella e përmbytur më e thellë e njohur në tokë. Për një kohë të gjatë, thellësia e saj vlerësohet vetëm disa qindra metra. Megjithatë, me përmirësimin e teknologjisë, shkencëtarët zbuluan se ajo ishte shumë më e thellë. Edhe sot, thellësia e saj e plot mbetet e panjohur. Në vitin 2016, studiuesit ulën një robot të avancuar të lidhur me kablo. Pajisja arriti në rreth 400 metra përpara se kabloja të mbaronte. Në atë moment, roboti ishte ende i pezulluar në hapësirë të lirë, ndërsa instrumentet tregonin se kishte ende shumë thellësi më poshtë. Matjet e mëvonshme me metoda akustike sugjeruan se thellësia mund të arrijë rreth 1200 metra. Për të kuptuar për masën, kjo është e krahasueshme me vendosjen e 3 rrokaqive të mëdhenj njëri mbi tjetrin nën ujë. Uji në këtë humner është shumë acid për shkak të përqendrimit të lartë të dioksidit të karbonit, gjë që mund të irritojë lëkurën dhe të dëmtojë pajisjet. Ky vend tregon se edhe në rajone të studiuara mirë mund të ekzistojnë struktura të mëdha dhe ende të panjohura nën sipërfaqe. Liçenet pafund nuk janë thjesht trupa ujor të qetë. Ato mund të shfaqin dinamika të forta të brendshme. Një nga këto fenomene është rrjedha e kundërt, ku uji tërhiqet poshtë në zgavra nëntoksore. Në këto raste, sipërfaqja mund të duket e qetë, por ndihet një tërheqje lehtë drejt qendrës. Kjo nuk shkaktohet nga era apo batica, por nga një efekt i ngjashëm me ujëvar nënujore. Ky fenomen është i zakonshëm në liçenet karstike, të lidhura me boshllëqe të mëdha nëntoksore. Ku niveli i ujit bie në shpellat e poshtme,
liçeni sipër fillon të zbrazet, duke krijuar një rrymë të fuqishme. Nga sipërfaqja, ky proces është pothuajse i padukshëm. Nuk ka shkum apo trazim të dukshëm, vetëm lëvizje të lehta. Megjithatë, në thellësi prej 20 deri në 30 metrash, rryma mund të bëhet shumë e fortë dhe të tërheqë çdo gjë në kalime të ngushta nëntoksore. Këto sisteme mund të ndryshojnë edhe drejtimin e rrjedhës. Kur kanalet nëntoksore mbushen, liçeni mund të nxjerrë ujë përsëri në sipërfaqe. Në disa raste, kjo rrjedhë sjell në sipërfaqe mbetje, përfshirë trungje pemësh apo objekte që kanë hyrë në sistem dekada më parë. Niveli i ujit në këto liçene mund të ndryshojë ndjeshëm. Një matje e bërë në një javë mund të tregojë një thellësi prej 50 metrash, ndërsa pak më vonë i njëjti vend mund të duket shumë më i thellë për shkak të ndryshimeve në rrjedhën nëntoksore. Eksplorimi i këtyre mjediseve kërkon teknologji shumë të avancuar. Ekspeditat moderne ngjajnë me operacione shkencore të mirë koordinuara. Studiuesit përdorin mjete nënujore të telekomanduara, të projektuara për të lundruar në kushte ekstreme. Këto sisteme robotike, të pajisura me drita, kamera dhe mjete mekanike, janë të rrjedhura me sipërfaqen përmes kablove dhe mund të funksionojnë për periudha të gjata në sisteme të ngushta shpellash. Ato arrin thellësi që janë të rrezikshme për zhytësit njerëzor. Robotët janë të pajisur me kamera me rezolucion të lartë dhe sensorë të specializuar që matin vazhdimisht temperaturën, pastërtinë dhe përbërjen kimike të ujit, duke mundësuar shkencëtarëve të studiojnë këto mjedise në detaje, pa ekspozim të drejtë për drejtë. Përveç robotëve, studiuesit përdorin edhe ekosonar shumë rrezor dhe sisteme hidrolokatori. Këto pajisje tërgojnë sinjale zanore në thellësi, të cilat reflektohen nga pengesat dhe mundsojnë krijimin e hartave tredimensionale të sakta të terrenit në New York. Në ekranin e kompjuterit formohet gradualisht një model i detajuar i strukturave të zhytura. Nëse sinjali hyn në një çarje anësore ose në një boshë të thellë vertikal, sistemi e identifikon menjëherë këtë hapësirë, duke ndihmuar në zbulimin e hyrjeve në dhoma të fshehta nëntoksore. Ekspeditat moderne mbështeten kryesisht në software dhe në kalibrimin e kujdesshëm të instrumenteve të ndjeshme para përdorimit. Vetëm pasi pajisjet testohen plotësisht, ato zhiten në ujë, duke kthyer supozimet mbi liçenet pafund në të dhëna konkrete. Kur një robot ose kamera kalon thellësinë prej 100 metrash, kushtet ndryshojnë ndjeshëm dhe modelet e zakonshme nuk vlejnë më. Pavarësisht të ftohtit dhe mungesës totale të dritës së diellit, këto thellësi nuk janë plotësisht pa jetë. Organizma të ndryshëm janë përshtatur për të mbijetuar në këto kushte ekstreme. Midis tyre janë krustacet të vegjël dhe karkalesa transparent që nuk kanë sy, pasi shikimi nuk ka funksion në errësirë totale. Në vend të kësaj, ata përdorin antena të gjata dhe të ndjeshme për të ndjerë lëvizjet e ujit. Ndonjëherë vërehen edhe krijesa më të mëdha, si peshq të zbehtë me gojë të mëdha. Këto specie lëvizin ngadalë dhe kursejnë energji për shkak të mungesës së ushqimit. Ato mbështeten në material organik që bien nga shtresat e sipërme, si mbeti insektesh dhe grimca bimore. Në disa liçene të izoluara janë zbuluar specie që konsideroheshin të zhdukura ose të panjohura për shkencën. Këto mjedise funksionojnë si kapsula kohore, duke ruajtur forma jete që kanë mbetur pothuajse të pandryshuara për mijëra vjet. Një tjetër fenomen i vërejtur janë zonat e heshtjes. Në thellësi të caktuara, komunikimi dhe sensorët mund të ndalojnë së funksionuari pa pritur. Edhe pse uji zakonisht përçon mirë zërin, pajisjet në këto kushte sillen në mënyrë të paparashikueshme. Ka raste ku robotët në New York kanë humbur orientimin, me busolla që rrotullohen pa kontroll dhe sinjale që ndërpriten. Shkencëtarët mendojnë se kjo lidhet me përqendrime mineralesh ose rryma të dobta elektrike, të krijuara nga lëvizja e ujit kundër shkëmbinjve. Kombinimi i presionit dhe anomalive magnetike
mund të ndërhyjnë në funksionimin e pajisjeve elektronike, duke kufizuar eksplorimin. Për operatorët, kjo është një sfidë e madhe. Pajisje me vlerë shumë të lartë mund të humbasin funksionalitetin pikërisht në momentet më të rëndësishme. Në disa raste, sistemet humben plotësisht. Kablot mund të kapen në skajet të mpreta shkëmbore dhe të këputen, duke lënë robotët dhe kamrat të bllokuara, por gjithmonë në thellësi. Shumë liqene pafund përmbajnë sot pajisje të tilla të braktisura, të cilat janë bërë pjesë e mjedisit që synonin të studionin. Pavarësisht përparimeve teknologjike, këto vende vazhdojnë të ruajnë një nivel të lartë misteri. Edhe në epokën e eksplorimit të avancuar, natyra ende fshet struktura që mbeten përtej aftësisë son për t'i kuptuar plotësisht. Ne jemi legjendë të masim thellësinë e oqeaneve, por shpesh hasim vështirësi përballë hyrjeve të ngushta të shpellave në ujore, ku pajisjet dështojnë për shkak të terrenit kompleks ose anomalive magnetike. Natyra ka krijuar struktura që mbrojnë sekretet e saj duke përdorur errësirën, të ftohtin dhe presionin e madh. Sa herë që duket se është arritur fundi, shpesh rezulton se është vetëm një dalje ose një kalim që çon edhe më thellë. Kjo krijon një proces të vazhdueshëm zbulimi, ku kërkimi përparon, por gjithmonë shfaqen sfida të reja. Koncepti i pafundësisë nuk është vetëm një fakt gjeografik, por edhe një tregues i kufive të njohurive njerëzore. Ende ekzistojnë vende në tokë që nuk mund të arrihen apo ndriçohen plotësisht. Këto liqene tregojnë se bota natyrore është shumë më komplekse se sa duket nga sipërfaqja. Kur studiuesit ulin pajisje në ujë të errët, qëllimi nuk është vetëm mbledhja e të dhënave. Gjithmonë ekziston mundësia për të zbuluar diçka të panjohur. Këto mjedise vazhdojnë të funksionojnë si sisteme aktive, duke lëvizur ujë në përjetet të fshehura, ndërsa mbeten kryesisht të paeksploruara. Ekzistenca e këtyre vendeve mbetet e rëndësishme. Ato përfaqësojnë zona ku njohuritë janë ende të paplota dhe ku kërkimi vazhdon. Abonohuni në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të njoftuar për videot e tjera. Faleminderit për shikimin.